U rikthyem sërish në studio, si gjithmonë, në pjesën e parë kemi informacionet të shumta, ndërsa në pjesën e dytë gjithmonë të kushtuar musafirëve tanë. Dhe kësaj radhe do ndrojmë temë ku do të flasim pikërisht për fushën e mjekësisë. Mëngjesin e sotëm kemi në studio dy mjekët më të dalluar nga vendi jon, profesor Dr. Sabetin Gjerkezi, ortodon dhe profesor universitar në Fakultetin e Stomatologjisë në Universitetin e Tetovës, si dhe specialist Dr. Arben Emini, shef i ortodoncisë në Klinikën e Stomatologjisë në Shkup, njëherët edhe nënkryetari i odës së stomatologëve në shtetin tonë. Kësaj radhe kemi të ftuar si dy organizator të rëndësishëm të Kongresit Ndërkombëtar të Stomatologëve, që do të mbahet me 12 qershor në Shkup. Mirë se erdhët të nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se gjetëm. Atëherë të flasim pak me doktor Sabetin Gjerkezin, kryetari Këshillit Shkencor të Kongresit. Për herë të parë, ky kongres organizohet nën patronazhin e kryeministrit të shtetit dhe me mbështetjen e figurave të tjera publike. Cila është pesha, të themi, dhe rëndësia e këtij kongresi që do të organizohet me 12 qershor? Në kongresin e K4-s, që do të mbahet në 12, 13 dhe 14 qershor në Shkup, bëhet fjalë për një platformë rajonale të stomatologëve, duke filluar prej dy shteteve që janë anëtare të Bashkimit Evropian, si Republika e Slovenisë, Kroacisë dhe Bosnia-Hercegovinës, si dhe Republika e Maqedonisë. Bëhet fjalë për një platformë e cila ka filluar diku rreth 20 vite më parë, dhe ka filluar me kongresin para 17 viteve dhe zakonisht një herë në vit kjo platformë organizon një kongres si organizator janë të gjithë odat e platformës K4-shit, por zakonisht mbahet vetëm me një vend dhe në mënyrë rotative vazhdon prej Slovenisë, Kroacisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Maqedonisë. Si vjet për herë të parë do të mbahet në Maqedoni dhe do të jetë në patronazhin e kryeministrit, që do të thotë se herave tjera ka qenë çdo herë në patronazhin e kryetarit të shtetit, po këtë herë për herë të parë duke vlerësuar pak më lartë si një platformë rajonale dhe një kongres i cili do të ofrojë një ngritje pak më të lartë në pjesën e stomatologjisë, do të organizohet në patronazhin e kryeministrit, në patronazhin me ndihmën e ministrit të shëndetësisë dhe ministrisë dhe sidomos me ndihmën e kolegëve të cilët do të janë pjesë e organizimit që janë pjesë e odës stomatologëve të Maqedonisë. Të flasim pak për punimet shkencore, të cilat do të prezantohen në kongres dhe në cilat format do t'i kemi? Punimet zakonisht unë si kryetari i Këshillit Shkencor dhe një grupi të ekspertëve të cilët janë marrë me pranimin e punimeve, zakonisht bëhet fjalë për një numër të madh të punimeve, për shkak se bëhet fjalë për një platformë rajonale e cila ngërthen një numër të madh të shteteve përreth, po kemi edhe odat të cilët nuk janë anëtare të K4-shit, po që janë përreth këtu, si është oda e stomatologëve të Serbisë, Kosovës, Shqipërisë e kështu me radhë, të cilët do të participojnë në pjesën shkencore të këtij kongresi. Bëhet fjalë për një numër shumë të madh të punimeve ose të ligjëruesve të ftuar, kemi rreth 30 ligjërues të ftuar. Zakonisht të gjithë odat japin nga një ligjërues të cilët do të mbajnë ligjërata plenare, këto do të jenë 4 ligjëratat e para, mandej janë ligjëruesit e ftuar, do të ketë pjesë e cila zakonisht ju jepet mundësi kolegëve të ri të cilët fillojnë në fillimet e tyre shkencore, do të kenë prezantime orale dhe poster prezantime. Doktor Arben Emini, njëkohësisht edhe nënkryetari i Këshillit Organizativ, siç e potencova në fillim, na tregoni pak se ky është një lajm të themi gëzueshëm, pasi Shkupi pas pak ditësh do të mirëpresë stomatologë nga vendi, por edhe nga Ballkani në një kongres ndërkombëtar. Mund të na thuani se kush ka të drejtë të merr pjesë në kongres dhe çfarë përfitojnë stomatologët përmes këtij kongresi? Do të thotë në këtë kongres, si pjesëmarrës, janë të gjithë profesionistët e shëndetit oral, këtu bëjnë pjesë doktorët e stomatologjisë, specialistët e lëmive të ndryshme të stomatologjisë, specializantët, motrat stomatologjike, teknikët e dhëmbëve, studentëve e të tjerë. Çfarë do të përfitojnë nga ky kongres është se të gjithë ato pjesëmarrës të cilët do të jenë si pjesëmarrës aktiv me punimet e tyre do të përfitojnë 20 pikë
ndërsa ato që do të jenë pjesëmarrës me pjesëmarrje pasive do të marrin certifikata me 16 pikë. Doktorë, në ky kongres organizohet në bashkëpunim edhe me 3 oda tjera të stomatologëve nga Ballkani, për cilat vende bëhet fjalë dhe sa i rëndësishëm është ky bashkëpunim rajonal. Do thotë ky kongres organizohet në bashkëpunim me 3 oda stomatologjike, me odën e stomatologëve të Kroacisë, Slovenisë dhe Bosnjë dhe Hercegovinës. Vlen të theksohet se për herë të parë këtu thirren si mysafir edhe presidenti i Urdhit të Stomatologëve të Shqipërisë, kryetari i Odës së Stomatologëve të Kosovës, njështu të Malit të Zi dhe Serbisë. Sa është i rëndësishëm ky bashkëpunim, do të thotë në këtë kongres shkëmbehen përvojat e mira profesionale, arritjet e fundat në fushën e stomatologjisë, si dhe shifet një pikë ku mund të gjithë së bashku të krijojmë projekte të reja për zhvillimin në fushën e stomatologjisë dhe shëndetit oral në përgjithësi. Doktor, mund të na thuani sipas njoftimeve, interesi pjesëmarrësve në këtë kongres është jashtëzakonisht i madh. Sa pjesëmarrës pritën dhe nga cilat vende do të vinë në këtë kongres që do të mbahet, që fillon me 12 qershor deri më 14? Me të vërtetë interesi deri tani është shumë i madh. Deri tash, sipas informacioneve nga administrata e Odës, janë regjistruar diku mbi 550 pjesëmarrës. Në ditët në vijim pritet që ky numër të rritet edhe më tepër. Pjesëmarrësit janë, siç e cekëm edhe më herët, nga Slovenia, Kroacia, Bosnja, Serbia, Mali i Zi dhe nga Vendinë. Pasi që kemi nga vende të ndryshme mjekë stomatologë në këtë kongres, a do të marrin pjesë, të themi, stomatologë dhe ekspertë të njohur, të themi, nga rajoni dhe më gjërë, dhe cilat do të jenë temat kryesore të prezantimeve të tyre? Do të thotë kemi dikun parafërsisht 30 ligjerues, janë profesor të shquar universitar, eminenca evropiane, si edhe ekspert të fushave të ndryshme të stomatologjisë. Temat të cilët do të trajtohen në këtë kongres, vlen të theksohet, do të jenë, do të thotë, siç është edhe titulli, stomatologjia digjitale, sinergjia ndërmjet teknologjisë 3D dhe inteligjencës artificiale. Temat kryesore që do të përfshihen në kongres janë stomatologjia digjitale dhe transformimi teknologjik në mjekësinë dentare, teknologjia 3D dhe diagnostifikimi e trajtimi, inteligjenca artificiale në planifikim dhe monitorim të procedurave stomatologjike, implantologjia moderne dhe protetika digitale, stomatologjia estetike dhe qasjet minimalisht invazive, endodoncia, ortodoncia dhe periodontologjia bashkëkohore, shkëmbimi përvoja dhe praktikave të mira profesionale në rajon. Në rajon. Të flasim pak për kongresin që do të mbahet prej 12 qershorit që do të fillon, na njoftoni më shumë për agendën dhe cilat tema do të përfshihen konkretisht në këtë kongres. Kongresi do të thotë është traditor, fillon me 12 qershor, ku është edhe hapja solemne. Prezantimet do të jenë në format të leksioneve, prezantimeve orale, poster prezentimeve dhe prezantimet komerciale. Leksionet janë ditën e shtunë me 13 qershor, ndërsa poster prezantimet janë me 14 qershor ditën e diellt dhe ku edhe përfundon kongresi. Doktor, në çfarë mase të themi ngjarje të tilla kontribuojnë avancimin e praktikës stomatologjike dhe në shkëmbimin e përvojave mes profesionistëve? Në këto kongrese do të thotë kolegët tanë kanë mundësi të drejt për drejt të njoftohen me arritjet e fundit të metodave dhe teknologjive të cilët i kemi në praktikën e përditshme, shifet si mundësi bashkëpunimi në të ardhmen mes kolegëve dhe përndjekja e të gjitha arritjeve të fundta shkencore në stomatologji. Doktor Sabetin Qerkesi, ju jeni njëkohësisht edhe kryetar i shoqatës stomatologëve Albstom, si vjet kremtoni 30 vjetorin e themelimit të Odës stomatologëve të vendit. Si e shifni këtë pjesë? Shoqëria stomatologjike shqiptare është një shoqatë e cila i mbledh kolegët shqiptarë, stomatologë në Republikën e Maqedonisë. Fillimet e veta i ka filluar shumë herët, që në vitin 1992, si shoqata e stomatologëve shqiptarë të Maqedonisë, Apolonia, kurse në vitin 2005
urit si shoqëri stomatologjike shqiptare, në të cilën si pjesë e rëndësishme ishte dhe ngelet shoqëria e Apollonia ose shoqata e stomatologëve të përgjithshëm, mandej kemi edhe shoqatat brenda të specializimeve të ndryshme, siç është shoqata e ortodontëve, kirurgëve, oral kirurgëve, maksillofacial, të endodontëve, pedodontëve e kështu me radhë, të cilët organizojnë së bashku me shoqërinë stomatologjike shqiptare si shoqat kryesore, organizojnë simpoziume, kongrese dhe takime të ndryshme profesionale stomatologjike me qëllim të ngritjes kualitetit dhe marrjes së informacionit nga ana e stomatologëve me qëllim që sa më mirë të ushtrohet profesioni i stomatologut dhe qëllimi i fundit i gjithë neve në këtë punë dhe në këto organizime që bëjmë është shëndeti oral i popullatës në Republikën e Maqedonisë. Mund të rathoni se si ka qenë rruga dhe sfida për të mbajtur të bashkuar stomatologët shqiptar për plot 30 vite, edhe atë në Odën dhe në shoqëri? Zakonisht në shoqërinë stomatologjike shqiptare udhëheqësia prej fillimeve kanë qenë kolegë të nderuar, të cilët në mënyrë vullnetare janë marrë me organizime të këtilla. Ajo vazhdon edhe sot. Unë me Dr. Arbenin kemi filluar prej vitit 2009 dhe edhe sot e kësaj dite jemi pjesë e shoqërisë stomatologjike shqiptare në mënyrë aktive, çdo herë në çdo organizim, duke i ofruar mundësi se në kuvendin e fundit të mbajtur para 2 vjetësh, kuvendi është i përbërë prej 2 deri në 3 kolegëve të cilët janë në moshën time ose aty diku, kurse të gjithë të tjerët janë në moshën 35 vjeçare më poshtë. Edhe më poshtë. Mund të na përmendni 3 sukseset më të mëdha të shoqërisë ndër vite? Shoqëria në punën e saj ka arritur sukseset të mëdha. Sukseset janë kongreset mbarkombëtare që i organizon së bashku me shoqatën e dentare të Shqipërisë dhe shoqatën dentare të Kosovës, një herë në 3 vite. Mandej kemi organizuar kongrese shumë të mëdha, duke sjellë emra eminent botror në këto troje. Organizimet tona, jo vetëm ne që flasim se janë ti thuash afër asaj që është perfekte dhe që është e afërt me atë që organizohet nëpër Evropë dhe nëpër botë, po edhe të tjerët, sidomos nga Oda, çdo herë kemi pasur komplimente për organizimet tona. Një sukses tjetër është bashkëpunimi në mes shoqërisë stomatologjike shqiptare dhe Odës stomatologëve të Maqedonisë, ku ne në mënyrë shumë precize, do me thonë çdo herë kemi bashkëpunuar në mënyrë të ngushtë, duke marrë pjesën të cilën neve na takon. Sot për shembull, edhe vite me radhë, ne çdo herë kemi figura të stomatologjistë, të cilët kanë poste udhëheqëse në Odën e stomatologëve. Për shembull, sot unë jam kryetari i Këshillit Drejtues të Odës, Arbeni është nënkryetari i Odës, kështu që dhe kemi një numër të madh të kolegëve nëpër trupat e ndryshëm organizative të Odës së stomatologëve dhe vendimarrja është edhe pjesë e jona, që do thotë se çdo sukses i Odës në këto 30 vite është sukses edhe i punës tonë dhe çdo dështim nëse ka pasur ka qenë edhe dështimi i punëve të cilët ne nuk kemi arritur në mënyrë perfekte që t'i bëjmë. Të flasim pak për shoqërinë Albston dhe mund të na tregoni se sa antar ka këtu dhe kush mund të regjistrohet apo të bëhet pjesë e shoqërisë Albston. Shoqëria stomatologjike shqiptare është një shoqatë e cila është organizuar përmes degëve, duke filluar prej qyteteve si Struga me Ohrin, Dibra, Kërçova, Gostivari, Tetova, Shkupi dhe Kumanova. Në te bëjmë pjesë edhe shoqatat e specialistëve të ndryshëm dhe numri në vitet e fundit është rritur fal asaj se fakulteti ose dega e stomatologjisë pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Tetov arrin që të nxjerrë
një numër relevant të stomatologëve në Republikën e Maqedonisë dhe sot numri i antarëve të Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare është diku rreth 500 e sa stomatologë, të cilët në mënyrë aktive ose pasive janë pjesë të organizimeve që i bën Shoqëria Stomatologjike Shqiptare. Mund të na thoni se a ka antarë të shoqatës të cilët sot punojnë në klinikat më të njohura jashtë vendit evropiane, të themi? Ashtu si është trendi i migrimit për të gjithë profesionet të tjera, edhe stomatologët nga Republika e Maqedonisë shqiptar migrojnë. Një pjesë të kohës së tyre e bëjnë këtu, por kurse pjesën tjetër të punës dhe të jetës së tyre e bëjnë edhe në qendrat evropiane dhe kemi plot kolegë të cilët kanë migruar, po ende janë pjesë antar dhe kontribojnë në mënyrë aktive dhe pasive duke sjellë edhe eksperiencat e tyre. Shpeshherë kemi pas kolegë të cilët kanë migruar dhe kanë ardhur që të mbajnë ligjërata, kurse e kështu me radhë, me qëllim që eksperiencat evropiane të kemi më afër edhe të ofrojmë kolegëve tanë të cilët jetojnë këtu, po që të mund t'i kenë shumë më afër dhe t'i kenë në mënyrë direkte prej kolegëve tanë të cilët deri dje kanë qenë kolegë dhe kanë njohje fizike në mes veti edhe që të mund t'i ofrojnë edhe kolegëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do kisha dashur një mendim nga ana e të dyve lidhur me mjekët të cilët largohen nga vendi, mund të themi që kohëve të fundit jo vetëm mjekët, por gjithë punonjësit e shëndetësisë, qoftë edhe motrat medicinale, është bërë një trend që gjatë gjithë kohës ata ikin nëpër vende për kushte, për paga më të mira. Çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim që mos të na largohen, të themi, mjekët, po të qëndrojnë, të kontribuojnë në vendin e tyre? Unë mendoj se pjesa më e rëndësishme është që duhet që të vendoset është meritokracia. Në një vend në të cilën nuk ka meritokraci, të gjithë ato që janë kolegë ose profesionistë të cilët janë të rëndësishëm për profesionin, nëse nuk e gjejnë veten në një vend, do duhet patjetër janë të detyruar ato që të largohen, kështu që vendosja e meritokracisë do të ishte hap i parë për mbajtjen e tyre, po ndoshta edhe për rikthimin e atyre të cilët janë larguar për një arsye ekonomike ose për një arsye të tjetër, tu mundsohet. Mandej mundësitë për të qenë pjesë ndoshta edhe institucioneve në të cilët bëhet edukimi i kuadrove të ri. Mundësia e jo vetëm tjetë profesor ose tjetë asistent i rregullt, po tjetë vetëm një profesionist i cili her pas her do të vijë që praktikat e tij ose profesionin e tij që ushtron me një fushë të ngushtë stomatologjike që të mund t'ju prezantojë edhe studentëve. Domethënë largimi bëhet për kushte ekonomike, largimi bëhet për shkak të meritokracisë, por edhe për atë që nuk u jepet hapësirë sa duhet, ndoshta edhe për fajin e individit i cili do duhet që të afrohet për t'i dhënë vetes mundësi dhe për të dhënë mundësi të tjerëve që ato praktika që ai bën në mënyrë profesioniste që të mund t'ju ofrojë të tjerëve dhe të ndjehet edhe më i plotësuar nga ana profesionale. Ju çfarë mendimi keni, doktor Arben, pasi që është një trend jashtëzakonisht i përhapur, të themi, në vendin tonë që gjatë gjithë kohës na largohen mjekët? Tash unë i inkurajoj kolegat që të qëndrojnë në vendin e tyre, të kontribuojnë në vendin e tyre, fundja guri më shumë t'i peshon në vendin e vet. Mirëpo është mundësi e hapur që ato të shohin edhe eksperiencat edhe trendet botërore dhe evropiane. Tu do doisha shtoj se Oda e Stomatologëve të Maqedonisë njeh dikund mbi 3000 antar. Duhet të bëhet një strategji nacionale kombëtare me të cilët çdo stomatolog dhe se më afër qytetarit edhe mos mund të koncentrohen të gjithë në një vend. Kështu do të ketë mundësi të hapen vende të reja të punës që t'i mbajmë kolegët tonë në vendin tonë. Të mos lana largo. Duke qenë edhe kryetar i Këshillit Shkencor të Kongresit Ndërkombëtar që do të mbahet më 12 qershor deri më 14, si do të përfaqësohen kolegët shqiptar në këtë ngjarje kaq të rëndësishme që do të mbahet në Shkup? Kolegët shqiptar do të kenë mundësinë që përmes
prezentimeve si ligjërues të ftuar. Do të kemi kolegun nga Prishtina, Elmedin Berisha, i cili është një ekspert në fushën e endodoncisë. Do të kemi koleg nga Republika e Shqipërisë. Do të jenë 5 ligjërues nga Universiteti i Tetovës, njëri nga ato do të jem unë, profesoresha Jetmira Alimani Jakupi, do të jetë Armendi dhe Jeta Bexheti, Regjepi, dhe do të ketë edhe ligjërues të tjerë, të cilët i kemi ftuar që janë të shqiptar, po që punojnë dhe veprojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe në fund, çfarë prisni nga ky kongres kaq madhështor? Po, tema e kongresit është digitalizimi dhe inteligjenca artificiale. Unë mendoj se këto hapësira nuk vuajnë për inteligjencën natyrale dhe nëse kjo inteligjencë natyrale do të shfrytëzoj digitalizimin dhe inteligjencën artificiale, besoj se do të arrijë që nivelin e shërbimeve ndaj pacientëve ta ngrit në një nivel shumë më të lartë, me qëllimin e fundit është shëndeti oral që përmirësohet te popullata në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Doktor Arben, cilët janë pritshmëritë juaja nga ky kongres? Po këtu presim të inkurajohet zbatimi i inovacioneve të fundit në praktikën e përditshme, si edhe të forcohet bashkëpunimi ndërkolegial. Unë ju falenderit edhe njëherë që ishit të pjesë emisionit tonë në ritmi i ditës, ku edhe pak ditë mund të themi lirshëm që na ndajnë nga ky kongres dhe shpresoj që t'ja kaloni mirë, ashtu si që e keni bërë planet dhe gjitha këto, dhe pse jo edhe në të ardhmen të kemi edhe mjekët të tjerë në vendin tonë që të cilët do të ligjërojnë dhe kolegët e juaj do të mësojnë dhe do të ndahen përvoja të ndryshme në kongres. Faleminderit. Faleminderit për ftesën.